Ishte ajo hatërmbetja jote më e madhe, do me thënë, që nuk t'u përgjigjen as në letër, por njëkohësisht as nuk t'u pranua kënga dhe tha që me vite konkuroni, aplikoni, do me thënë, për të marrë pjesë në festival. Ku është problemi sipas teje? Tani, unë nuk e di se ku është problemi eksaktësisht, por unë di të them që hatërmbetja ime fillon, siç edhe ju e cekët që ka vite me radhë të cilët nuk e pranojnë këtë këngë, dhe unë vitin e parë, domethënë 3 vite përpara, meqense jemi edhe në ditët e festivalit, 3 vite më përpara, kur ka qenë drejtor artistik Bojken Lako, unë e kam dorëzuar materialin, siç ju kam thënë edhe më përpara kur më keni ftuar në televizionin tuaj, unë në atë kohë e kisha të kryer materialin nga 2 kompozitor shumë të mirë në Kosovë. Kam punuar me Zapen Kris për këngën në fjalë, edhe me Big Bastën për tekstin. Dhe kur e kam dorëzuar në vitin e parë, thënë kjo në formë shumë sinqert nga ana ime, kënga ime nuk është pranuar dhe unë kam thënë me veten time, shiko, ti ke bërë një këngë shumë të bukur, ti mendon se ke patur gjithë komponentet triumfues për atë këngë, edhe që ta çosh Shqipërinë në Eurovision me atë këngë, me atë him të bukur, por duhet ta pranosh fatin tënd se këto 30 këngët e tjera që janë pranuar, mbase janë shumë wow në krahasim me këtë këngën tënde. Dhe me dashamirësinë time më të madhe, në atë vit nuk janë publikuar këngët, unë kam bler biletën dhe kam shkuar të shoh live në Pallatin e Kongreseve festivalin e radio televizionit shqiptar. Kur kam shkuar atje, kam filluar të dëgjoj këngën e parë, të dytën, të tretën e me radhë, me përjashtim të vetëm 3 këngëve, të gjithë këngët e tjera, jo që nuk krahasoheshin me këngën time, se tani sado që arti, muzika të jetë subjektive, ka një objektivitet të brendshëm dhe ka disa komponent të cilët mund ta gjykosh, me të cilët mund ta gjykosh në formë shumë objektive dhe materialin muzikor. Unë kam ngelur i shokuar dhe kam kuptuar që aty domethënë ka qenë normalisht një proces jo i drejtë. Ne jemi mësuar me festivalin e radio televizionit shqiptar. Është një nga proceset më të padrejta që mund të ekzistojë në Shqipëri. Edhe më vjen keq që vazhdon të jetë ende si traditë. Nuk e di nëse më dëgjoni, sepse më del shenja e networkut që është e dobët. Jemi duke të dëgjuar, dëgjoj. Që të mos e vazhdoj atë talentin tim të madh që kam unë për të folur, që ta tregoj edhe këtu, që të mos kalojmë në shkallë jo edukate, që të mundem t'ju dëgjoj. Tënde të hapur në këtë letër, mes tjera shkruan, thotë, nëse këngët u zgjodhen nga një proces i drejtë pa nepotizëm, pse nuk patën guxim t'i publikonin direkte në versionin origjinal. Do me thënë, këngët nuk janë publikuar në versione origjinale, janë, nëse më pas ke thënë që janë përdorur edhe ka pasur ca ndryshime. Mjafton të hap një email të dorëzimit të projektit. Domethënë ti ke dëgjuar në një këngë të kolegëve të tjerë konkurrues që si ka qenë dhe si është publikuar? Shiko, unë thash, jemi vend i vogël dhe ne kemi njerëz, domethënë, edhe dashamirës, po edhe njerëz të cilët mund të punojnë atje, edhe domethënë konkurrent të cilët unë mund t'i kem shumë miq edhe shumë të afërt, të cilëve mund t'ua kem dëgjuar këngën, të cilën ata e kanë dorëzuar në emailin e pranimit të materialeve, dhe ajo këngë nuk ka lidhje, sepse skeleti i këngës orkestracioni është, domethënë kënga ndryshon shumë nga orkestracioni. Pra që do të thotë, por edhe në linjë logjike, nëse ti ke vendosur si drejtor artistik apo si drejtor festivali që këngët të publikohen përpara festivalit dhe ti mbyll procesin e pranimit. Pra, procesi i pranimit është mbyllur në datën 13 tetor, ka dalë lista e fituesve, e të përzgjedhurve të festivalit të 64. Çfarë të pengon që ti shfaqesh këngët në publik, në YouTube, 2 ditë apo 1 javë pas? Pra, çfarë i ka penguar? Ajo videoja që nuk e di nëse i keni parë, videoja me të cilën prezantohen këngët, vetëm e ecur një pasarele vogël dhe që ulem përballë një televizori të vjetër, domethënë montimi i asaj videoje
për të gjithë këta konkurrentët pas ka kushtuar 2 muaj, pra që do të thotë nëse ti do t'i publikosh këngët ashtu siç ata i kanë dërguar në emailin e pranimeve, ju punoni vetë në televizion. Këto videomontazhe kaq shumë kohë kërkojnë 2 muaj kohë, që ti të mi paraqesësh tani një. E dyta, thuhet një herë se këngët do të publikohen në nëntor. Pasi bëhen pranimet në datë 13 tetor, thuhet se pas 1 muaji dalin se këta këtu të çudisin, domethënë puna alla shqiptarçe. Domethënë ti del me figurë, me zë, me të gjitha si drejtor artistik, si drejtor televizioni, si drejtor festivali, del në televizionin publik shqiptar dhe ti thua që këngët do të lançohen për 1 muaj, pra që do të thotë nga data 13 tetor në datën 13 nëntor. Dhe këngët jo vetëm që nuk lançohen, po duan edhe 1 muaj tjetër që të lançohen në dhjetor.